marrim rastin e dosjes së Akshit. Kompanitë të cilat janë përfshirë në grup të strukturuar kriminal kanë marrë certifikat sigurie atë. Tani, kur hetimi ka zgjatë disa vite, të paktën që nga 2023 mos gaboj, kanë marrë certifikat sigurie, DSIK nuk i ka këtë informacione, DSIK dhe Aksiku aktual nuk i ka këtë informacione, si e pajisti me certifikat sigurie? Dyshimi i parë. Për korupcion. Për korupcion edhe se si janë dhenë, për mos themi tjerë pastaj ato të cilat aludojnë që kanë qenë të emëruar pikërisht për këtë gjëra. E dyta, marrim rastin konkret një denoncim që në MCNTV e ka raportuar ditën e djeshme. Bëhet fjalë për një punonjës, zoti Delor Plaka. Është emëruar fillimisht specialist në 2012. Dhe në plotësimin e dokumentave ka patur edhe një master shkencor që e ka marrë gjatë shkollimit të UFO të universiteti. Jo publik, po. Po, jo publik. Pas rreth 4 vitesh, rezulton që diploma e masterit ishte e pavlefshme. Për këtë bën një proces, pra hetim administrativ, rezulton e pavlefshme dhe në një marrëveshje me drejtorin e kohës të DSIK-s, lidhin një akt marrëveshje për t'i kthyer shumën të cilët e parave që kishte marrë tepër duke pasur diplomën e masterit, punonjësin e fjalë zoti Delor Plaka. Dhe e bën akt marrëveshjen e jep. Pak më pas, pra bën edhe një proces gjyqësor që ja konfirmon që diploma është e pavlefshme. Jemi dakord deri këtu? Pra kemi pas 4 vite... Jemi dakord përsa ju i parashtroni këto fakte, se unë nuk jam në djenjë. Janë me dokumente zyrtare, me numër protokolli, me firme, me të gjitha. Më pas, në 2018, zoti Plaka, duke e ditur që e ka diplomën e pavlefshme, futet në konkurim të brendshëm për rritje në detyrë, në një post që kërkohet masteri shkencor dhe pikërisht përgjegjës i sektorit të vettingut në drejtorinë e vettingut në Aksikun aktual. Dhe rezulton që e fiton këtë, me diplomën e pavlefshme, e fiton këtë post punë, rritet në detyrë. Këtu ka patur rol, sepse sigurisht drejtoria, kjo drejtori ku është përgjegjës i sigurisht D2-shi, ka luajtur rol edhe në vettingun e prokurorëve dhe gjyqtarëve, apo jo. Dhe pas një viti, në janar të 2019-s, bëhet një ankimim tjetër i brendshëm dhe pas verifikimit prap me firmën e Albana Koçiu që ishte atëherë drejtoresh e DAP-it, shkarkohet. Pra ulet sërish kalon në nivelin specialist. Dhe ndërkohë, për gjatë gjithë kësaj kohës, zoti Plaka ka qenë me certifikat sigurie. Dhe ndërkohë prap nuk kemi asnjë mas për heqje apo jo të certifikatës së sigurisë. Në rastin e parë, për shembull, në qoftë se nga 2012 deri në 2016, zoti Plaka nuk kishte informacion nëse kjo diplomë e tij ishte apo jo e pavlefshme. Në rastin tjetër, në 2018 dhe deri në 2019, ai e kishte absolutisht informacionin për një diplom që nuk vlente. Dhe po ashtu, bashkë me të edhe disa e prorë të tij, si rasti i Mark Ndrecës, i cili e kishte këtë informacion që diploma e tij nuk vlente. Si është e mundur që një institucion i këtij niveli që trajton këtë informacion të klasifikuar me një rëndësi kaq të madhe të një vendi antar i NATO-s që të bëjnë këto shkelje, apo jo? Shiko, unë për të dalë në konkluzione duhet patjetër që faktet të materializohen, të bëhen fakt sipas procesit ligjor. Pra, të ketë një vendim të një institucioni të Republikës së Shqipërisë që e vulon këtë gjë që janë gjykatat, që do të thotë që unë nuk mund të gjykoj. Gjykatat janë shprehur, pra e para. Gjykata është shprehur, gjykata në një proces civil është shprehur që diploma e masterit të zotit Delor Plaka ishte e pavlefshme, sepse universiteti nuk ishte akredituar për atë profil pune. Profil, po. Dhe pas këtij momenti,
Zoti Plaka me gjithë drejtorët e institucionit përgjegjësit e tjetër, në vetë dije të plot që kjo ishte e pavlefshme, kandidon për të rritur në detyrë pikërisht me këtë diplomë.